Ish-presidenti i Republikës së Shqipërisë profesor Dr. Recep Mejdani sot ka marrë titullin doktor honoris causa. Ky titull Mejdanit ju nda nga Universiteti Tetovës, të cilët sot edhe shënuan 31 vjetorin e themelimit. Pasi pranoi çmimin, të pranishmeve ju drejtua me një fjalim ish-presidenti i Shqipërisë Recep Mejdani, i cili e vlerësoi shumë këtë titull, ndërsa thuri disa fjalë miradije për universitetin. Dhënia e këtij titulli nga një universitet të Shqipërisë, i themeluar 30 vjet më parë, si një iniciativë e intelektualëve shqiptarë të Tetovës, ku një rol të veçantë ka luajtur rektori i parë i tij, profesor Sulejmani, Fadil Sulejmani, më jep një kënaqësi të shumëfishtë. Universiteti i Tetovës në janar 2004, pas miratimit të ligjit për legalizimin e tij nga parlamenti, u bë institucioni i parë shtetëror i arsimit lartë në gjuhën shqipe. Ndërkaq, rektori i UT-së Jusuf Zejneli tha se UT gjithmonë ka treguar respekt të veçantë për akademikët, ndërsa tha se këto çmime ndan për kontributin e dhënë nga ata. Universiteti ka shënuar me dinjitet shumë data dhe festa me peshë historike kombëtare dhe ndërkombëtare, duke kultivuar vetëdijën historike dhe qytetare dhe kulturore të komunitetit akademik dhe që janë me rëndësi për identitetin dhe orientimin tonë evropian. Në këtë ceremoni solemne morën pjesë përfaqësues shtetëror, politikanë të nivelit qendror dhe ata lokal, ambasador, profesor dhe student të shumtë, nga ku patën rastin të argëtoheshin edhe me një pikë muzikore.